Kryeministri izraelit Benjamin Netanyahu mbërriti mëngjesin e 3 prillit në Hungari, në udhëtimin e tij të parë në Europë që kur gjykata ndërkombëtare penale lëshoi fletarrest ndaj tij lidhur me krimet e pretenduara të luftës në Gaza. Pavarësisht fletarrestit të lëshuar, Netanyahu është i sigurt se nuk do të arrestohet gjatë vizitës së tij 4 ditore në Budapest. Qeveria e Hungarisë njoftoi se po tërhiqet nga gjykata ndërkombëtare penale. Lëvizja u njoftua nga një zyrtar i lartë në qeverinë e kryeministrit Viktor Orban, disa orë pasi lideri izraelit mbërriti në Hungari për një vizitë shtetërore. Kryeministri hungarez Viktor Orban e kishte ftuar publikisht Netanyahun për vizitë në muajin nëntor, pak pasi GNP-ja lëshoi fletarrestin. I garantoi atij nëse vjen se vendimi i GNP-s nuk do të ketë efekt në Hungari, pati deklaruar Orban. SBA-ja, Rusia, Kina dhe Koreja e Veriut janë ndër vendet që nuk janë pjesë e gjykatës ndërkombëtare penale dhe për këtë arsye nuk e njohin jurisdiksionin e saj.